Shikues të nderuar, rikthehemi sërish së bashku në studio Drejt për së drejti. E përmendëm edhe më përpara që në këtë pjesë do diskutonim me të ftuarin të cilin ne kemi sot dhe do diskutonim për fotografinë e cila mbetet shumë e bukur dhe fotografia e cila na rikthen pas në kohë ndër të vetme gjëra. Jam me fotografin Alban Xhaka. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jeni këtu këtë mëngjes për diskutuar së bashku mbi diçka kaq të bukur, siç është fotografia dhe siç e thash, është e vetmja e cila na kthen në gjitha momentet të cilat ne kemi kaluar dhe nuk rikthehemi dot prej vërteti. Ju jeni shpallur si fotografi më i mirë i vitit nga Best e North, një aktivitet i cili realizohet në veri. Dhe si u ndjet njëherë si fotografi më i mirë i vitit me çmimin e marrë? Po, faleminderit edhe për urimin. Në fakt, është kënaqësi e veçantë se duke konkurruar për anën pasionit, ndoshta profesionit, duket edhe puna një anë tjetër, vlerësojnë edhe votuesit, edhe shikuesit. Kjo është diçka e veçantë. Duke edhe gjatë evenimentit që organizoi ishte kënaqësi me njoft njerëz që ishin të njoftën më përpara, s'kam pas pasimin edhe kjo ishte e veçantë. Meqense më përpara nuk ju kemi parë apo dëgjuar në intervista, paktën televizive dhe për gjithë audiencën e cila na ndjek, si lindi pasioni dhe dëshira juaj për të marrë me fotografin? Në fakt, meqense kam pas fillu shkollën e artit, qysh në moshën mas shkollës të vjeçare, edhe fotografia ka kanë lidhën me pikturën, artin në përgjithësi. Edhe jam përkushtu qysh me fillime me telefona, kështu ka fillu si thojnë. Ose nej përkushtimi ma tepër, dëshira për me bën diçka më ndryshe, me treguat e çka baj. Nimoj me bërë gjana tjera, me përkushtu ma tepër, ndoshta për momentin është profesion. Kështu që mjep kuraja me vazhdu më përpara, me marrë pjesë në aktivitete, ndoshta edhe në një mision për shembull që me shpjegu faktrat e çka baj. Përse pikërisht fotografin? Mund të ishte piktura, mund të ishte një art tjetër, por pse jeni ndalur tek fotografia dhe pse e doni kaq shumë fotografin? Ndërkohë që përgjithësisht na ndjekin në monitorin të cilin ne kemi në mes, na shoqërojnë fotografi të cilat janë të Albanit. Po, fotografia, do të thonë t'jep mundësi që ndoshta piktura shumë e ngadaltë, edhe pikturë duhet më përqendru jashtëzakonisht tepër, edhe ndoshta nuk mundesh me arrit atë çka me fotografin e ban shumë shpejt, t'jep mundësi me ulltua, me njoft njerëz të ndryshëm. Kjo është kënaqësi që fotografi e shijon. Është e çuditshme në fakt ndoshta në lidhje me artet e tjera, por fotografia është e veçantë. Në fotografi, unë personalisht duke mos qenë edhe profesioniste, duke mos u marrë me fotografin, por thjesht duke u fotografuar si gjithë të tjerët, siç sot me aparatet celular që kështu ndodh me pjesën më të madhe, nuk kam shumë ndjeni mbi zhanrat e fotografisë, por si ndani si zhanra dhe tek cili prej tyre bën pjesë? Stilet e fotografisë janë ndryshme. Kjo që bajon ka lidhje me fine art, në fakt, fine art. Me artin konceptual, ma shumë me thonë, futet një ide, realizohet, për shumë, ke një ide ma përpara, e menon, ndoshta edhe ka raste që edhe gjumi të merr me atë ide, që të nesërmen me realizu, të nesërmen me zipret me dal, me utu, me taku ata persona që i ke menu me i nxjerr foto, edhe me ba foton që ke menu ma përpara. Po personat, si zgjillni, ata të cilët fotografoni? Ndoshta nuk ka se i zgjell me i zgjell me si thonë me qëllim, me dëshirë, me kërku se s'ban një personazh veçantë, po edhe mbrana mundësive, ndoshta dikush që më thot më përpara a ka mundësi për shembull jo është saj të fotos, po edhe në përgjithësinë e përditshme, për shembull, që jam i aftë me të ndihmu me fotografinë. Unë e menoj a përshtatet me fotografin që du me nxjerrë, edhe eftoj si thonë me kanë pjesë asaj. Për shembull, çfarë tiparesh duhet kenë personat që ju pëlqeni për të bërë pjesë të fotografisë tuaj? Te fillimet e fine artit nuk ka pas shumë rëndësi kjo e pamja bukuria, si thonë mirë, po duke pa edhe të ju fut më tepër në anën e profesionit, ndoshta kërkohet edhe kjo ana e bukurisë për arsye në pamjet
parë, si thënë, të shikuesi, të ai që kritikon ndoshta foton, e dën diçka të bukur me pa, kjo lën përshtypje të mirë ndoshta. Po, në përgjithësi, unë kam fotografuar me personazhe femra. Kjo është Po shohim fakt edhe në foto që na shoqërojnë, përse pikërisht femrat? Kjo jep edhe përshtypjen e bukurisë më tepër, atë lirinë, atë feminilitetin, atë brështësinë ndoshta që në shumicën e fotove duket. Ka raste që, për shembull, kjo ka diçka mistike. Po, në fakt doja që tek na shoqërojnë ato fotot, po na shoqërojnë edhe në ekran për gjithë teleshikuesit, të komentonin pak sa, sepse arti është shumë relative dhe secili e merr sipas dëshirës së tij dhe ashtu siç ja thot imagjinata e tij, por i komentojmë pak idetë tuaja si fotografe dhe çfarë ju keni dashur shprehni përmes fotografive. Për shembull, kjo të cilën ne kemi në ekran, janë disa duar edhe trungi një peme. Po, kjo në fakt duke qenë i pranishëm në çdo moment të jetës, ndoshta nuk ja di mas vlerën, si është, duke e prek edhe jep atë veçantinë, e ndjen si t'jep emocionin më një. Kështu që atë përshtypje të lënë edhe në pamje, po edhe atë ndjesinë që kam pasur personalisht. Po, kalojmë tek një foto tjetër, e cila na shoqëron në monitor, të cilin ne kemi këtu, por që edhe në ekran mund na shoqërojnë ndërkohë që komentojmë disa prej tyre, për të kuptuar edhe konceptin tuaj për fotografinë. Për shembull, kjo foto të cilën ne shohim këtu, kemi të bëjmë me gur, po, me ujë, edhe një djalë. Pikërisht. Fillimi, domethënë kjo është realizuar në momentet e fillimit, domethënë masi jam kthyer nga emigrimi, ka qenë ajo periudha pak edhe stresuese, pak edhe kontradiktore se si ka me funksionu jetën përgjithësi, Po. duke qenë një personazh i tillë në një ambient që është jo me ngjyra, është pak monokromatik, si thonë, shkputjen nga një realitet tjetër të një gjatë që ti nuk e din se çka është. Bjen si pa ndjenja në fakt te ky vend. Mirë, do doja të kalonim në një tjetër foto, të cilën ne mund ta komentojmë për sigurisht për të diskutuar më pas edhe për fotografinë, është një tjetër foto, e cila është shumë interesante me disa element. Kjo don teknikë të veçantë, në fakt kjo mund të realizohet edhe në studio, edhe përveç qiellit, është long exposure quhet me shkrepje të gjatë. Masanaj futet kreativiteti me dritën, se drita është kryesorja në fotografi që të lejon me nxjerrën pa atë çka ke menu. Këtu thjesht është kreativiteti, të ndihmon peizazhi, me bëj gjëra të veçanta, këtu është më shumë landscape, është diçka unë e konsideroj thjesht këtë me fotot e tjera, për arsyeën se thjesht duhet me ditë teknikën edhe realizohet. Ndërsa të tjerat kanë idenë më tepër, kanë një koncept që ai koncepti vlen më shumë se sa fotoja vetë. Ju kuptoj, me cilat grup mosha punoni pak a shumë? Me personat njëjtën mosh me mua, më shumë me thonë. Me të rinj, pra do me thonë. Me moshatar, po. Sa hapësira ofrohen tek ne, qoftë në Shkodër, por edhe në Shqipëri, për artin e fotografisë, edhe për ju të cilët e ushtroni këtë? Varet në cilën anë e merr, por nëse do të arrijë diçka arrihet. Me insistu, me kanë kreativ, me pas ide, me kanë i veçantë prej tjerëve. Edhe me insistu se je i veçantë. Kjo është gjë që duhet me arrijë gjithë secili. Çfarë ju bën ju të veçantë nga të tjerët? Me që dolëm tek veçantia. Insistimi, insistoj shumë. Mundohem që një ide me qitë në pa, edhe me reklamu atë çka bëj, për arsyeën se edhe unë e kam një të veçantë, edhe të tjerët moshatarët e mi e kanë një të veçantë, po këtu që në problemi se shumica nuk e reklamojnë atë çka bëjnë, edhe kjo është këtë duhet së zbat. Dhe sot besoj mënyrat për ta reklamuar një veprim të ri, një talent, pasion apo dhe profesion janë shumëta. Janë shumë mundësi. Diçka shumë interesante, tek po bisedonim bashkë përpara se të hynim në transmetimin direkt, ju më tha që e keni nisur në një mënyrë shumë të veçantë dhe shumë amatore, derisa arritën pas edhe tek të qenit profesionist,
me anë të telefonit celular dhe veçanërisht Nokia, duke bërë që më pas shumë foto tuajat të publikohen edhe nga vetë kjo firmë. Po, në fakt, ka 10 vite, dhe me thonë që është fillimet e shkollës mesme, nga që jam përkushtu artit, ka dhënë atë dëshirën për me kanë me prek më tepër artin, jo vetëm pikturë që kam bënë, por edhe fotografinë, edhe pak e kam prek edhe videon. Edhe dëshira e madhe, ndoshta fëminore që ka kanë më përpara, ka ndihmu pak për me përkushtu ndoshta fotografisë, edhe Nokian, me citu Nokian për arsye se më ka ndihmu shumë, ka ndryshu. Nokia mund ta konsideroj se ka ndryshu atë jetën time, e vlerësoj tepër atë eksperiencë, është gjë shumë e mirë. Me pas një illull është jep frymëzim, dalin idetë, edhe kur i ban është kënaqësi e veçantë. Sa vështirësi keni për të realizuar ju një fotografi dhe sa kohë duhet për të realizuar një fotografi? Një fotografi të bukur. Ja, kjo për shembull, të cilën ne shohim, është një foto shumë e bukur. Kjo ka qenë periudhën e pushimeve në verë në vit në 2015. Ajo ndoshta zgjidhen edhe ditët, se ndoshta ka raste që drita nuk është mirë, mjaftueshëm, edhe nuk del fotoja mirë në fakt. Po t'jep edhe kompjuteri edhe Photoshopi t'japin mundësi për me rregullu atë. Ajo pikërisht ajo fotoja që pa më përpara, kemi dalë atë ditë vonë, ka qenë ora 7-8 të darkës, po me qenë se verë dielli perëndon vonë, kishte një pamje të veçantë. Edhe mundësia e aparatit, ndoshta edhe teknika ose ajo njohuria që kisha unë lidhe me aparatin, me kompozimi, një moj që me arrit me bëj një foto krejt ndryshe që kisha bëj më përpara. Kishte edhe një kuptim, mante edhe inspirim ndoshta më përpara, se duke shikuar në internet shpesh inspirohesh, ke idenë në mendje, por nuk është pikërisht me kopju, por mbledh nga ti frymëzohesh nga diku edhe më pas shfrym diku tjetër. Fiks, edhe kjo ishte më shumë ideja. Masanaj ka përpunim edhe në kompjuter, patjetër, se normale nuk bëhet diçka perfekt që është momentin e parë, perfekte s'ka asgjë. Por duhet me ditë se çka don me bë. Kjo është e veçantë, ndoshta. Po ditë ç'a me bë, kjo. Ju përpasoj ju duhet edhe të udhëtoni, besoj. Edhe të gjeni vendet, që t'ju sugjeroni edhe tjerëve që duan të fotografohen privatisht. Kjo më bën përshtypje edhe të njerëzit që janë rreth rrotull, thonë nuk ka diçka të veçantë, mirë, po në atë anën si interpreton gjithë secili është e veçantë fakt. Unë me punën që mund ta bëj unë duket më ndryshe, dhe kjo lën përshtypjen ky vend si ka mundësi që është këtu, edhe nuk e vlerësojmë në atë mënyrë. Thjesht duhet me kanë kreativ, duhet aty ku nollesh, duhet me bëj diçka ndryshe. Kjo ta lën përshtypjen e vendeve të bukura. Gjithkund ka vende të bukura, ndoshta ka edhe një vend që mund ta menosh ti, ndoshta s'del ashtu si e ke menuar përpara, dhe kjo është kontradiktore në fakt. Po mirë, po ne vetë, si jo profesionist që jemi, si njerëz amator, por që e duam dhe na pëlqen fotoja, dhe të gjithë bëjmë foto. Paktën një ditë, 2-3 ditë e bëjmë një foto, sepse edhe rrjetet sociale sikur të nxisin më shumë për të bërë fotografi. Çfarë duhet kemi parasysh për të bërë një foto të bukur? Këtë pyetje bën shumica në përditshme, por kompozimi lateral të madh. Të kompozosh foton është gjë kryesore që bën në plan parë. Unë si fotograf mund ta vërej direkt për shemb një defekt në kompozim. Në lidhje me shumica që bajnë selfie, bajnë foto për me pas kujtim në fakt. Po nuk është domethënë që gjithë janë fotograf. Është mirë që kjo teknologji na ndihmon me ruajt momentet, me një kthim mas disa kohëve, shikon një foto, të kthen një emocion që ndoshta ai emocion t'jep një frymëzim për me bë diçka tjetër. Kjo është gjë e mirë pozitive e fotografisë.
Do me thënë, çështja e ekspozimit ose të paktën e rregullimit të vendit ku ne bëjmë fotografinë është e rëndësishme, edhe elementeve të cilët të dritës, vendit, emocionit, sepse ne ndoshta gjithë mund të kemi foto që ngjajnë me njëra tjetrën, të rrjeteve sociale, gjithë ato selfit që nuk i ndajmë dot. Po me njerëzit, sa e vështirë është për të punuar kur ju punoni privatisht, sepse tashmë merreni prej 10 vitesh edhe e ka përcen pak atë vetëm hobin, kthehet edhe në profesion. Pikërisht. Kjo në fakt është e veçanta gjithë secilit artist që mund të merret me fotografi për arsyen se ka njerëz që ndoshta nuk ja kanë shumë idenë fotos edhe nuk mendojnë shumë gjatë, vetëm thjesht paraqiten aty përballë dhe nuk e dinë pse janë aty. Mirë po, duke dash unë personalisht duke keni vetë ditën se çfarë duam të nxjerr tek fotografia, duhet diskutoj më përpara me personazhin, me modelin. Është diçka veçantë se duhet psikologjikisht duhet me komuniku me të. Duhet me kanë javë me kuptu personazhin që ke përballë, që me nxjerr emocionin e tij, që ai emocion më ndihmon edhe mua me nxjerr emocionin që kam pasur, me kthy në ide, me kthy në art. Ndonjëherë besoj se është edhe e vështirë, sepse jo gjithë njerëzit kanë marrëdhënie shumë të mirë me aparatin fotografik. Disa kanë edhe po të rinë shumë lirshëm, shumë natyrshëm, ngjajnë shumë bukur edhe përcjellin emocion. Disa të tjerë mund të jenë shumë të ngurtë, mund të sforcohen shumë edhe nuk përcjellin një emocion, nuk është se kanë një raport shumë të mirë me aparatin. Po, siç e thash më përpara, duhet me kanë shumë javë në komunikim që me arrit me ja shpjegu për çka ndodhet aty afër meje, për çfarë projekti, duhet me diskutu projektin, idenë, ku do prezantohet, pse do bëhet e tillë, gjitha duhet me ja shpjegu për arsyen se e bën atë personazhin më një i lirë, edhe me kanë live më frymëzu në moment që edhe frymëzimi i tij, duke qenë se unë kam eksperiencën, edhe frymëzimin e tij mund ta sjellë në frymëzim për vetveten tonë. Nga fotot të cilat ju keni realizuar shumë, por ne kemi këtu disa si modelet punës të cilën ju bënin, nga këto të cilat ne kishim këtu, cilën e cilësoni si më të dashurën për ju? Është e vështirë të përzgjedhësh në veprat e tua, por... Nuk është e vështirë, është ajo goca me çadrën, në fakt. Po, e kaluam disa herë në ekran, nëse mund ta kalojmë. Ajo është e veçantë, në fakt. Ta jep një ndjesi lirie, si freedom, si thënë në anglisht. Largimin nga ndoshta edhe realitetin janë thojë se realiteti i përditshëm, po ndrimtar në fakt. Është të frymëzon me kanë me udhëtu, me lviz, me kanë i lirë, me fluturu, kjo të jep atë përshtypjen në plan të parë. Kuptoj. Çfarë këshilloni për gjithë të rinjt, rijeni edhe ju, por për më të vegjëlit apo për të rinjt në profesion, në fotografi, ata cilët e kanë talentja dhe fotoja që pëlqente Albani, fotoja me vajzën me çadrën, që ishte fotoja preferuar. Mirë, çfarë këshilloni për ata cilët janë të rinj në fotografi? Të rinjt duhet me punu tepër, duhet me punu shumë më tepër se sa mendojnë, se shumica janë demela edhe pretendojnë për me vlerësu punën direkt edhe në fillimet e ty në mirë, po duhet me vlerësu, s'them se nuk duhet me vlerësu, po duhet me kuptu vetë ku jenë në kategorinë ku nollesh për momentin, duhet me vlerësu, duhet me kanë javë me vlerësu vetë atë çka bën. Jo me prit për tjerë, se shumicën në fillimet e tua nuk gjithkusht ta vlerëson atë çka bën. Kështu që duhet me kanë ti javë. Duhet të jesh këmbgulës, pra. Këmbgulës, duhet të insistosh që me bëj diçka më ndryshe, më të veçantë, me kanë javë, me arrit atë ide që ke në mendje, me realizu. Kjo është që i sugjeroj tjerëve. Unë ju falenderoj shumë që kisha në këtë transmetim të ditës sotme, edhe shpresoj që të keni akoma të tjera çmime që do fitoni dhe të realizoni foto sa më të bukura, edhe pse sot nuk na erdhet me aparat. Në fakt, nuk e mendova kështu për arsye se... Kështu që e latë mjetin tuaj dashur, por gjithsesi ishte shumë e këndshme dhe biseda të cilën ne realizuam edhe ju uroj veprimtari dhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, në këto momente ne do shkëputemi për një hapësirë tjetër publicitare për të rikthyer më pas edhe për të diskutuar për të rinjtë dhe talentet e tyre, por gjithashtu dhe hapësirat që gjejnë vendin ton për të ekspozuar talentin e tyre dhe për të ekspozuar punën e tyre. Rikthehemi bashkë në studio vetëm pas pak për të diskutuar me minutat të cilat na mbeten që nuk janë pak.